unë dua t'ju falenderoj për prezencën tuaj. Ky është aktiviteti I parë zyrtar që ne zhvillojmë për gara ballkanike, sepse do ta themi që edhe vjet bëm një garë të tillë ballkanike, por nuk ishte zyrtare. Nëse ky është një garë zyrtare, e njohur nga Federata Botërore e Climbing apo e ngjitjes sportive. Normalisht që s'është e fundit, ne këtë duam dhe me këtë pjesëmarrje në fakt kjo na bën me optimizëm që kjo garë do të bëhet e përvitshme dhe pse jo në një kohë ne vërtet zhvillojmë sport, po dhe turizëm bashkë. Kështu që nëpërmjet sportit ne zhvillojmë edhe turizmin, sepse duhet ta themi që të gjitha fëmijë kanë ardhur me prindrit e tyre. Janë mbi 60 sportistë që kanë ardhur nga Ballkani, nga shtete si Greqia, Rumania, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe kuptohet ne që jemi të Republikës Shqipërisë. Kanë që dje që garojnë, sot në fakt jemi duke u zhvilluar finalet, domethënë janë skualifikuar pjesa më e madhe dje, dhe sot janë vetëm ata që garojnë në finale. Por nuk ka rëndësi se kush del I pari këtu për ne, domethënë sepse për sportistët normal që ka rëndësi, por ne ka rëndësi fryma sportive, ajo që duhet të përçojmë se përmet edukimit të sportit të këto, arrijmë që të përçojmë të të rinjt dashurinë për sportin. Ajo që unë në fakt do doja me që Endrin përfaqësues si ministri e zonës ministri, ne në fakt kërkojmë një mbështetje më të madhe nga qeveria dhe ajo që kërkojmë ne është që në fakt edhe të bashkëbindimi jonë pjeceke, që të paktën në një palestër shkolle në qytetet kryesore, po pse janë në qytet, po në qytetet kryesore të paktën të ketë një pjesë të këtij muri. Është një investim minimalisht që shkon me vlerë nga 7.000 deri në 10.000 euro, nuk ka ndonjë kosto të madhe për buxhetet e bashkisë dhe të qeverisë, por është një sport I cili shumë shpejt jep fryte, sport olimpik dhe shumë shpejt jep frytet e veta. Është po ta themi si shtanga apo si sportet e tjera mundja, si sportet e tjera olimpike. Është shumë do pak infrastrukturë, në shpenzime në infrastrukturë dhe rezultati vjen shpejt. Jemi në aktivitetin e Balkan Open, ku sot janë mbledhur si vende Maqedonia, Kosova dhe të gjithë Ballkani. Besoj që ky është një vend tashmë I transformuar nga një magazin plerash në një qendër parku me cilën sporti klajmi veçanërisht ka një përfitim më të madh të kësaj qendrës. Por besoj që jo vetëm, edhe të gjithë qyteti Durrësit, por edhe vendet, edhe besoj që tashmë ne kemi një vizion të qartë që edhe shkollat tashmë mund vinë të bëjnë aktivitete të tilla. Ne si Ministri e Turizmit, Kulturës dhe Sportit besoj që mbështesim Federatën Shqiptare të Turizmit Malor, por besoj që kjo disiplinë veçanërisht e klajmit është një disiplinë olimpike me cilën ne ndjejmë përgjegjësi për të përfaqësuar në Lojrat Olimpike të Los Angeles 2028. Besoj që do të nisim së bashku një strategji për sportin e klajmit veçanërisht, jo vetëm në këtë qendër që besoj është më e madhe në Ballkan, edhe me sapo dëgjonim nga pjesëmarrës ndryshëm nga Greqia, nga Kosova, ky është një mur me të cilin edhe në Ballkan vështirë se mund ta gjesh. Kështu që vendin e kemi, infrastrukturën e kemi, tashmë do të nisim nga puna për të promovuar sa më shumë këtë sport. Gjithashtu, na mbetet si detyrë qeverisë shqiptare patjetër që të ketë në çdo të paktën qytet një mur të tillë, ndoshta jo të këtij standardi, por gjithashtu edhe çdo shkollë, sepse besoj që ne duhet nisim tashmë nga shkolla, ashtu siç jemi me ekipe sportive, besoj që duhet përfshijmë edhe këtë disiplinë. Infrastruktura besoj që nuk do të na mungoj turo, por na duhen specialistë, edhe besoj federatës tuaj ju lind si detyrim së bashku me ne, me mbështetjen tonë për të trajnuar trajnerë edhe më pas për të kujdesur për fëmijët tanë që të duan këtë sport, sepse shikoj sot një entuziazëm edhe një vëmendje goxha të shtuar të gjithë trajnerëve, por edhe të nënkryetarit të Bashkisë Durrësit. Kështu që faleminderit dhe suksese. Unë në emër të Bashkisë Durrës falenderoj organizatorët që zgjodhen qytetin tonë në organizimin e këtij eventi kaq të rëndësishëm ballkanik. Tu në zonën ku ndodhemi në ekoparkun deri para pak kohësh ka qenë një zonë informale, një zonë e pamirëmbajtur dhe me investimin e qeverisë shqiptare arritëm ta kthejmë në një zonë sportive, rekreative, për sportistë, për familjar, për pushues dhe duke ndërtuar këtë mur gjigant në dijenin tonë më i madh në Ballkan. Unë falenderoj organizatorët dhe njerëzit që zgjodhen qytetin e Durrësit, sepse Durrësi me zhvillimin sportiv, me projekte shumëta sportive,
nuk është vetëm një qytet i lashtë historik, jo vetëm një qytet turistik, por edhe një qytet që mbështet zhvillimin e sportit në të gjitha dimensionet e tij. Kjo disiplinë është mjaft e rëndësishme, duke ditur që është dhe një disiplinë olimpike së fundmi, dhe organizimi i këtij eventi kaq të rëndësishëm tregon dhe hapjen dhe mbështetjen tonë kundrejt sporteve në përgjithësi dhe në veçanti climbing. Unë ju falenderoj edhe një herë dhe mirë se erdhën Durrës.